besoj se një nga shtyllat kryesore të misionit, unë paktën si politikan i ri, si opozitar, ka qenë që Erion Veliaj mos bëj kurrë kryeministër i Shqipërisë. Jo për individin, se emër për emër është, po për modelin që kishte shfaqur, të një lloj grykësie dhe oreksi shumë të lartë për pushtet dhe për propagandë dhe më pas për autoritarizëm. Kjo është një fitore e madhe për të gjithë shqiptarët që Erion Veliaj nuk do jetë kurrë kryeministri i Shqipërisë. Se ishte pasardhësi? Synonte gryksin, oreksin e gjithë gjërat e pra. Ti shikojmë shumë televizion Erion Veliajn se kryeministrin e Shqipërisë. Kjo është për të vënë duart në kokë, se s'ndodh në asnjë vend tjetër, po një kryetar bashkie që nuk ka dashur kurrë të jetë menaxher i qytetit, megjithëse propagandën e shiste si menaxher i qytetit, kishte vetëm oreksin për të fuqizuar, për të bërë ekspansion influencash politike, ekonomike, partijake, brenda partisë tij, që i ditë bëj kryeministri i Shqipërisë. Dhe këtë e pam, premtimi i tij ishte do bënte më shumë parqe se pallate, sot kemi më shumë pallate se njerëz në Tiranë, të dhëna nga Erion Veliaj, lejet edhe gjithçka tjetër. Pra, dhe kjo ka ndodhur me Edi Ramën, kur ka qenë kryetar bashkie.